Dosja sekrete e forcës Quds të Korpusit të Gardës Revolucionare Islamike thot se ish shefi i inteligjencës turke, sot ministër jashtëm, Hakan Fidan, beson se Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli duhet të zhduken. Një ase turk që punonte për forcën Quds të Korpusit të Gardës Revolucionare Islamike të Iranit i raportoi ndihmësit të tij në Turqi se kreu i agjencisë turke të inteligjencës MIT, Hakan Fidan, ishte njeri i besuar që ndante vizionin revolucionar të mullahëve dhe ushqente ndjenja anti-Amerik dhe anti-Izrael. Sipas dokumenteve konfidenciale të marra nga Nordic Monitor, policia turke që po hetonte qelizat e forcës Quds në Turqi, si pjesë e një hetimi kundër terrorizmit, zbuloi një koleksion CV-sh të dorëzuara nga Nasser Gafari, një përfaqësues i forcës Quds në Turqi. Midis CV-ve ishte një raport profili për Hakan Fidanin, atëherë zëvendës sekretari i agjencisë turke të inteligjencës. Kujtojmë se Fidani u emërua shef i MIT-it në maj të vitit 2010. Ai, Fidani, dëshiron të zhduk Shtetet e Bashkuara dhe Izraelin nga faqja e dheut. Ai e do revolucionin iranian, ai dëshiron që të ketë sukses. Ai beson se revolucioni iranian është nën kontrollin e muslimanëve shit me pikpamje universale dhe ai e do atë. Pikërisht për këtë, thuaj në shënimin e profilit për Fidanin në një dokument të dorëzuar forcës Quds. Shënimi i profilit nënvizonte se Fidani ishte i njohur për operativat e forcës Quds për 15 vite, duke sugjeruar që Fidani ishte rekrutuar si aset, diku në vitin 1994, kur ishte nën oficer në ushtrinë turke. Në seksionin e referimeve, kur e nditeshin miqtë e Fidanit, një militant i dënuar, si dhe turq anti-Izrael, ishin renditur si njerëz që do të garantonin pozicionin për kreun e inteligjencës turke. Ndër referuesit për Fidanin ishte Duran Özdemir, i cili u padit, u gjykua dhe u dënua me akuza që lidheshin me operacionet e fshehta të Iranit në Turqi në vitet 1990. CV-ja e Fidanit u përgatit nga Hüseyin Avni Yaskoglu, një aktivist turk dhe militant i dënuar, i cili kishte vuajtur dënimi me burg për aktivitete të paligjshme në emër të Iranit. Në vitin 2010, gruaja e Yaskoglu, Kamile, i bëri të ditur burrit të saj se filloi të bashkëpunonte fshehurazi me hetuesit. Ajo i dorëzoi policisë 10 dokumente, që më vonë u përfshin si prova penale në dosjen e çështjes kundër qelizave të forcës Quds në Turqi. Një provë ofruar nga Kamile më 27 tetor 2011 ishte një flash drive 2 GB i markës Kingston, që i përkiste burrit të saj. Flash drive-ri përmbante 10 CV, përfshir edhe atë të Hakan Fidanit. Raporti prej 226 faqesh pas ekzaminimit laboratorik të diskut nga policia zbuloi nga dosjet e rikuperuara se CV-ja e përgatitur për Fidanin ishte hartuar apo shtypur më 24 nëntor 2009, nga mbikëqyrja policore e Yaskoglut më 30 dhjetor 2009, ndërsa ai po takoi fshehurazi me kontaktin e tij iranian Gafari, tregoi se dokumentet ju dorëzuan forcës Quds. Shefi i policisë Ensar Dogan, i cili punoi në hetimin e forcës Quds, dëshmoi në një seancë dëgjimore më 8 shkurt 2018, se provat që ata mblodhën tregonin qartë se Gafari i kërkoi aseteve të tij të punonin në profilet e turqve që do të ishin të dobishëm në promovimin e operacioneve të tyre në Turqi. Atij, Yaskoglut, ju kërkua të punonte në disa çështje. Ai mbledh informacione rreth tyre dhe ja çon ato iranianit. Natyrisht, ai e merr informacionin në kopje të printuara kur shkon në takime, tha Doğan, shefi i policisë turke. Një tjetër dokument i përgjuar, i shkruar me dorë nga Yaskoglu me kodim, u deshifrua më vonë nga hetuesit dhe konfirmoi se profili i Fidanit ishte pjesë e punës së bërë nga operativat e forcës iraniane Quds. Dogan i tha gjithashtu gjykatës në një seancë dëgjimore më 12 shkurt 2018 se hetimi zbuloi që Fidan dhe Yaskoglu e njihnin njëri tjetrin për një kohë të gjatë. Ai paraqiti prova përgjimi që zbuluan se si Fidan ndiqte leksione fetare të mbajtura privatisht nga Yaskoglu, kur ai ishte në Ankara. Përgjimi i datës 17 shkurt 2012 regjistroi një bisedë midis Yaskoglu dhe Bilgehan Ahmet Arslan, një i dyshuar në hetimin e forcës Quds, gjatë së cilës Arslan e pyeti nëse e njihte Fidanin. E njoh Fidanin, ishim në leksione së bashku, dilnim bashkë në Ankara, tha Yaskoglu. Hetimi turk kundër terrorizmit i vitit 2010 zbuloi operativ iranian që punonin si oficer ambasade dhe konsulate, si dhe asete turke, përfshirë disa punonjës qeveritar që punonin fshehurazi me inteligjencën iraniane. Kryeministri atëhershëm dhe presidenti aktual Recep Tayyip Erdogan e mbylli hetimin në janar të vitit 2014, përpara se prokurori hetues të lëshonte urdhër arreste për të dyshuarit ose të finalizonte aktakuzën e tij. E penguar nga Erdogan, çështja nuk shkoi kurrë në gjykatë për gjykim. Agjentët iranian ikën në Iran kur u njoftuan për hetimin sekret. Të gjithë të dyshuarit, përfshirë Yaskoglun, u liruan nga akuzat dhe prova dërmuese të mbledhura gjatë hetimit 3 vjeçare. Fakte që u fashitën dhe u shtypën nga qeveria.
Disa nga këta persona u ngritën në pozicione kyçe në qeveri, ndërsa të tjerë vazhdojnë të drejtojnë skema klandestine në emër të forcës Quds të Iranit. Ndërkohë, hetuesit e çështjes, përfshirë shefin e policisë Dogan, u pushuan nga puna dhe më vonë u burgosën me akuza të sajuara. Marrë nga Nordic Monitor. Mast Channel. Please subscribe.